Mirobazes apo doktor Zeqo Pilafit, siç ne e quajmë për shkak të mashtrimeve të tij publike, këtë të marti bëhen 30 ditë nga një mashtrim që e bëri në bashkëpunim me Erion Veliajn dhe ende nuk ka publikuar as kërkesën e prokurorit Ols Dados, që e ka akuzuar se ka kërkuar shtesë mbi lejen dhe as refuzimin e bërë nga Erion Veliaj. Ky është mashtrim publik që ka zgjatur 30 ditë. Në fakt, ka edhe një këngë shumë popullore shqiptare për besimtarët musliman, 30 ditët e Ramazanit, as ka ngrënë e as ka pirë. Në fakt, Mirobaze dhe Erion Veliaj që kanë 30 ditët e mashtrimit, të paktën të shkojnë në xhami e në kisha të luten që t'ju falin mëkatet për këto mashtrime. Pjesa tjetër i takon edhe reklamimit që Mirobaze u ka bërë së fundi mediave në Shqipëri, duke thënë se po i drejton opozita. Në fakt, shumica e televizioneve që drejton opozita janë vasalët e qeverisë. Nuk i shohim të kenë denoncime, investigime, betejë të hapura parimore me kryeministrin. Shqetësimi i parë i Mirobazes fillonte me vajtjen e Dhurata Çupit, drejtoresh në News 24. Në fakt, Irfan Hysembelliu është nga ata që më shumë se në luftë me Edi Ramën dhe qeverinë e tij e ka me Belinda Ballukun. Sigur të ishte vëllai i Erion Veliajt apo më keq akoma, deklaron se Edi Rama është njeriu më vizionar që ka Shqipëria. Imagjinoni filozofinë që mund të fusë në media Dhurata Çupi, pra një njeri që thjesht administron. Për aty flet për mikun e tij Astrid Patozin, i cili po ka qenë me Partinë Demokratike, por është ndarë mban distancë me Sali Berishën dhe Partinë Demokratike që në vitin 2013 që nga gara e të ndjerit Sokol Oldashi më pas doli me një parti më vete dhe tani menaxhon një media. Shkojmë te televizioni publik te Eni Vasili, që çfarë mund të na thot kur në fakt drejton një televizion publik ku ka varësi nga një bord që shumicën e ka qeveria, e kemi parë si shkarkohen dhe emërohen drejtorët. Shkojmë tej në Top Channel, ku na qen ka Grida, deputetja e PD-s. Në fakt, Top Channel është televizioni ortak me inceneratorët, me aferën e inceneratorëve dhe është një megafon i pandalshëm i qeverisë. Ato media të tjera të cilat Miro do t'i përmend, në fakt harron të na thotë se ka qenë për 16 vjet nxënësi, më pas edhe reklamuesi e menaxheri më i madh mediatik i Sali Berishës. Në fakt, është bërë një nxënës edhe më i keq se artikulimi publik që ka Sali Berisha. E kanë kritikuar fort doktorin për sulmet personale, për goditje të nënbrez, për prekjen e bashkëshorteve të grave të fëmijëve, por në fakt Mirobaze bën edhe më keq se sa kaq, është pa din e pa imam, përveç se një mashtrues publik. Gazeta e tij ka qenë një vasale e Sali Berishës, për të mos thënë e ngriti Sali Berisha me paratë e PD-s. Është i njëjti Miro që na thoshte rrezikun shqiptaro-amerikan në vitin 97 për llogaritë të Sali Berishës. Por më pas, për interesa klienteliste dhe korruptive u shit dhe iku dhe u takua tek Edi Rama, si edhe këta të tjerë që sot drejtojnë dhe menaxhojnë media, të cilat na u quajt kanë të menaxhuara si zë i fuqishëm opozitar. Në rast se do t'i shkojmë këtij parimi, zëri më i fuqishëm opozitar në Shqipëri mbetet Mirobaze, por me Erion Veliajn, që tashmë është në pranga, i burgosur në burgun e Durrësit. Shpresën e vetme ka te Miro që bashkë të bëjë një parti kundër Ramës, pas përplasjeve të fundit me mendimin se diçka mund të bëjnë edhe mund të rikthehen prapë në lojë me pazaret e tyre politike. E në qoftë se ka një pazargji në media që ka ikur nga një krah në një tjetër për interesa nga më të pështirat, në rast se ka një njeri që është përfitues me pushtetin e socialistëve, ky është doktor Zeqo Pilafi i Berishës, pra Mirobaze, i cili deri tani është bërë me hotele, me toka, me apartamente të shumta në kryeqytet, e deri tek zyrat ku para se t'i administronte sulmoi biznesmenin që do t'i ndërtonte. Pra nuk e bën dot moralin Mirobaze për menaxherët e televizioneve apo drejtuesit e tyre në Shqipëri, se kanë qenë apo që kanë punuar te PD-ja.